الحمد لله على تمام رمضان والحمد لله على إحسانه سبحانه وتعالى والحمد لله على فضله وكرمه والحمد لله على تلاوة القرآن والحمد لله على كل بر وإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall për plotësimin e muajit të Ramazanit. Falënderimet I takojnë Allahut Subhanahu wa Taala për plotësimin e çdo mirësie. Falënderimi I takon Allahut Azza wa Jall për leximin e Kuranit. Falënderimi I takon Allahut Azza wa Jall për plotësimin e agjerimit. Falënderimi I takon Allahut Azza wa Jall për mundësinë që na e dha gjatë gjithë këtij muaji, duke u përpjekur që të shërojmë të shpirtëve dhe zemrave tona, të gjallërojmë qenien tonë njerëzore, të rritemi te xhelaluhu. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall për çdo mirësi dhe çdo pamirësi, se nëse nuk do të ishte mirësia dhe rahmeti I Allahut dhe vullneti I Tij, nuk do të bëj asgjë. Dëshmojmë se askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. O ju vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, titulli I kësaj hutbe sot është Khitamu Miskin, vula e mirësive, pra përfundojeni këtë muaj Ramazani me mirësi. Madje edhe sikur t'ju ketë shpëtuar gjithë muaji Ramazanit me gjuna dhe gabime, dhe të na ketë rrëshqitur gjua apo dora, ndoshta dita sotme dhe neshme mund të kapërcejë gjitha mirësitë, nëse robi Allahut Subhanahu wa Taala e ka shpresën e plotë se do të arrish shpërblimin e Zotit dhe e njeh mëshirën dhe rahmetin e Allahut Azza wa Jall që nuk ka kufi dhe shpreson me bindje që Zoti Xhelle Xhelalu do ta falë dhe mëshirojë. Prandaj edhe Allahu Subhanahu wa Taala I drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam Kur'anin Kerim, wa'budullah, dhe adhuroje Zotin tënd hatta yatika al-yaqin, derisa të vi vdekja. Prandaj neve mos mendoni se mbarojmë muajin Ramazanit me këtë ditë apo me ditën e nesërme. Wallahi keni kohë dhe mundësi edhe sot edhe nesër dhe ditën vazhdim të jeni gjithmonë si muajin e Ramazanit. Prandaj dhe Allahu Subhanahu wa Taala e solli muajin e Ramazanit pikërisht që njerëzit të çlirohen nga ngarkesa e gjithë vitit, të çlirohen nga problemet dhe smundjet e zemrës, të çlirohen nga hallet dhe shqetësimet, të çlirohen nga drejtuar nëse drejtuari njerëzve, por të përkushtojnë kohën vetes duke u mbështetur Zotin Subhanahu wa Taala dhe duke adhuruar Allahun Subhanahu wa Taala në këtë muaj të begat, muajin e Ramazanit. Jo më kot pejgamberi sa në nxitin Kur'anin Kerim, në ajet në hadithet e tij, kur tha ja ayuhan nasu ja'atkum shahru Ramadan, o ju njerëz, ju erdhi juve muaji I Ramazanit, prandaj ja baghi al-khairi aqbil, o ti që dëshiron të mirën garo, wa ya baghi ash-sharri aqsir, o ti që dëshiron të keqen hiq dorë nga e keqja. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, ky është stacioni I fundit për ata njerëz të cilët e takuan Zotin e tyre çdo ditë në sejdë, në sadaka, në leximin e Kuranit, në vizitën e smurit, në dua, në urdhërimin për të mirë, në ndalimin nga e keqja, në sjelljen me prindin, në shërbimin ndaj nanës dhe babës së tij, vllajt, në lidhjet farafisnore, në përhapjen e selamit, në shuarjen e zemërimeve dhe gjërave boshe që nuk kanë asnjë vlerë. Pra në këtë muaj fiken të gjitha dritat e errësirës për të ngjitur drita e Allahut Subhanahu wa Taala. Prandaj dhe Allahu Xhelle Xhelalu tha në Kur'anin Kerim, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Prandaj muaji Ramazanit në cilin zbriti në të Kur'ani, thot Allahu Azza wa Jall, si udhëzim për njerëzit dhe shkoqitësit vërtetës dhe të pavërtetës. Prandaj kush e përjeton për ju këtë muaj le ta agjeroj. Le ta agjeroj do të thotë le të heqë dorë nga çdo gjë e keqe dhe të shumojë veprat e mira, sepse neve si thot Zoti në Kur'anin Kerim, o men yarju liqa'a rabbih, dhe kush kërkon takimin me Zotin e tij, falyamal amalan salihan, le të bëj punë të mira sa më shumë, wala yushriku bi ibadati rabbi ahada, dhe mos të shoqëroj Zotit të tij asgjë në adhurim. Ky është momenti dhe koha
kur duhet jetë zemra e kulluar, leallekum tattaqun, që ju të ruheni, që ju të bëheni të devotshëm, që ju të shëroni zemrën dhe shpirtin tuaj nga çdo lloj helmi apo smundje e cila e ka marrë goditin gjatë gjithë vitit. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jetë vula e Ramazanit dhe fundi i Ramazanit me dashuri, me qetësi, pa zemrim, pa hased, pa smir, me respekt, me përulje, me modesti ndaj Zotit subhanahu wa taala, me sadaka, me dua, siç ka thënë Zoti në Kur'anin Kerim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zoti ynë, mos na i shmang zemrat, mos na i devijo zemrat pasi na udhëzove. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dhe na dhuro Zot nga mëshira jote, sepse ti je dhuruesi i madh. Pra emrat Allahut është Ar-Rahman, Mëshiruesi, Ar-Rahim, Mëshirbërësi, Al-Ghafur, ai që fal gjunat, ai që i mbulon gjunat, ai që i fshin gjunat, është Allahu subhanahu wa taala. Huwa wasi'ur rahma, inna rahmati wasi'at kull shay. Mëshira ime, thot Allahu azza wa jall, ka përfshirë gjithçka. Ka përfshirë gjithçka. E ka përmendur pra emrin në numrin njëjës në trajtën e pasquar. Pra çdo gjë ka përfshirë rahmeti i Zotit subhanahu wa taala, dhe lum për ata njerëz që hyjnë ke mëshira e Zotit subhanahu wa taala, dhe mirë për ata njerëz që refuzojnë të hyjnë ke rahmeti i Allahut. Prandaj vëllezër dhe motra, nuk e dim se çfarë do të vinë nesër, siç thot Zoti në Kur'anin Kerim, wala tadri nafsun madha taksibu gada, wala tadri nafsun fi ay ardin tamut, dhe nuk e din njeriu shkret se çfarë pret nesër, dhe nuk e din njeriu se në cilën tokë vdes. Prandaj le të japim kuptim vëllezër vulës së Ramazanit, ditëve të fundit të Ramazanit, duke qenë njerëz që afrohen tek Allahu azza wa jall me njëjtën dëshirë që në ditën e fundit, që në ditën e fillimit, me të njëjtën iman, me të njëjtën rahmet, me të njëjtën përkushtim tek Zoti subhanahu wa taala. Prandaj mos thoni mbaroi Ramazani, mos thoni mbarojnë ditët e mira, nuk mbaron rahmeti i Zotit subhanahu wa taala. Do të vinë tjetë më të mira dhe shumë, po mbarojnë vullnetet tona, mbarojnë dëshirat tona. Pra, nëse është një muaj apo një kohë që nuk mund të velesh kurrë, nuk mund të mërzitesh kurrë, është muaji i Ramazanit, dhe mos u bëni si ata njerëz që thonë, boll më kam bërë vepra të mira, boll më pastrova zemrën dhe shpirtin tim, nuk ka boll në këtë muaj vëllezër. Prandaj kush dëshiron të garojë, le të garojë dhe të vazhdojë garën e tij, sepse tregtin tuaj e keni me Allahun subhanahu wa taala. Faman amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha. Dhe kush pra bën vepra të mira e ka për veten e tij, dhe kush bën vepra të këqija e ka kundra vetes tij. Prandaj yawmun la yarmau yawman la yanfa'u malu wala banin, dita ku nuk bën dobi, thot Allahu azza wa jall, as pasuria dhe as fëmia, illa man ata Allah bi qalbin salim, përveç atij që vjen tek Zoti i tij me zemrën e pastër. Pse me zemrën e pastër? Pse nuk ka thënë Zoti me gjymtyrët e tjera? Sepse zemra që merr vendimet, është zemra që do, është zemra që urren, është zemra që ka smir, është zemra që ka haset, është zemra që përpiqet, është zemra që merr vendimet, dhe asnjë gjymtyr tjetër. Nëse shqisat, shikimi, dëgjimi, ne për tyre përfitojmë informacion dhe logjika e arsyeton, por se ajo që vëvullën gjerave dhe i merr vendimet është zemra, fatahhiru qulubakum. Prandaj pastrojeni zemrat tuaja, pastrojeni zemrat tuaja, pastrojeni zemrat tuaja, dhe mos ngeli besimtar dhe besimtare që hyn në shtëpinë e tij pa i dhënë selam babës dhe nanës, vllajt dhe motrës, pa e puthur mball nanën dhe babën e tij, vllajin dhe motrën e tij, gjyshin dhe gjyshen e tij, hallën dhe xhaxhain e tij, dajin dhe tezën e tij. Fa inna hadha ash-shahru alladhi tanzilu rahmatullah, sepse ky është muaji ku zbresin të gjitha llojet e mëshirës së Zotit subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dhe motra, e lutim Allahun xhelle xhelalu na i fali gjunat dhe gabimet, e lutim Allahun na pranoj agjërimin, e lutim Allahun na përfshin rahmetin e tij, e lutim Allahun subhanahu wa taala na i pastroj zemrat tona, e lutim Allahun na zbukuroj imanin në zemrat tona, e lutim Allahun na zbukuroj Kur'anin në zemrat dhe shpirtrat tona, e lutim Allahun të bëj për atyre që ndjekin në çdo hap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jall që na bashkojë në xhenetet e tij, si na ka bashkuar në xhamitë e tij. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, mbi familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Mundoni pak vëllezër të mushtoheni që ty dhe vëllezërit që janë jashtë Zotit shpërbleft. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, neve nuk kemi shembull njerëzit apo individët. Pse jo dhe hoxhallarët? Ne shembullin kemi pejgamberin alayhis salatu wassalam, për cilën Zoti thotë në Kur'anin e Kerim: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wa yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Shembullin e keni tek i dërguari i Zotit, për ata që shpresojnë takimin me Zotin e tyre dhe përkujtojnë Allahun shumë. Pra shembullin e keni tek i dërguari i Zotit. Si vepronte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në muajin e Ramazanit, në fillimin e tij, në mezin e tij, në fundin e tij, si vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bajramit, si vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me familjarët e tij, me miqtë e tij, me kundërshtarët e tij. Pra është shumë e rëndësishme për ta përcjellë këtë mesazh që Zoti thotë shembull e keni ke pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam, sepse të gjithë shembujt e tjerë janë të gabueshëm. Përveç atij njeriu ledhi stafahu Allah, përveç atij njeriu që e përzgjodhi Allahu subhanahu wa taala dhe bëri të shembullin e njerëzimit, dhe jo më kote e bëri vullën e pejgamberëve të Allahut alayhimus salam xhamian. Prandaj vëllezër dhe motra, nuk mjafton shembull ke unë, ke tjetri, ke individët. Na mjafton neve pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ata që ka dash pejgamberi Allahut e duam dhe ne. Dhe ata njerëz që i kanë nxitur pejgamberi alayhi salam për mirë, i duam dhe i nxisim dhe ne. Dhe ata njerëz që i ka përshëndetur i dërguari i Allahut, i përshëndesim dhe ne. Dhe ata njerëz që i ka vizituar pejgamberi Allahut, i vizitojmë dhe ne. Dhe ata njerëz që i kanë ndihmuar pejgamberi Allahut, i ndihmojmë dhe ne. Dhe ata njerëz që cilët ka për dua për ta pejgamberi alayhis salam, bëjmë dua dhe ne. Prandaj bëni dua për nënat dhe baballarët tuaj. Bëni dua për vëllezërit dhe motrat tuaj. Bëni dua për fëmijët tuaj. Bëni dua për gjyshit dhe gjyshet tuaj që kanë ndruar jetë, sepse është koha dhe momenti kur Zoti xhelle xhelalu zbret gjithë mëshirën e tij për gjithë njerëzit, përveç atij që refuzon dhe mirë për atë që refuzon rahmetin e Zotit subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jalla na përfshi në rahmetin e tij. Elusim Allahun na përfshi në rahmetin e tij. Elusim Allahun na përfshi në rahmetin e tij. Elusim Allahun na pranoj agjërimin ton. Elusim Allahun na pranoj agjërimin ton. Elusim Allahun na pranoj adhurimet tona dhe punët e mira. Elusim Allahun na pranoj agjërimin dhe punët e mira. Elusim Allahun ti mëshiroj vëllezërit dhe motrat ton kudo që ndodhen. Elusim Allahun ti ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun ti ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun ti ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në gjithë botën islame dhe kudo qofshin. Elusim Allahun na forcoj imanin në fenë e tij. Elusim Allahun na zbukuroj islamin në zemrat tona. Elusim Allahun ta bëj Kur'anin dritë në zemrat dhe shpirtave tona. Elusim Allahun azza wa jalla të bashkojë zemrat tona, ashtu siç na ka bashkuar në xhami, i bashkoft dhe besimtarët dhe motrat e vëllezërit kudo që ndodhen në xhenetin Firdaus inshallah taala. Një lajm i mirë që mund të themi vëllezër, sa i përket vllajit ton Fabiolit, i cili shpresohet që të jetë më mirë inshallah taala, dhe e dini që neve nuk i kemi ndarë duat për të dhe nuk do t'i ndajmë. Elusim Zotin që ta shëroj. Elusim Allahun që ta shëroj. Elusim Allahun që ta shëroj. Elusim Allahun që ta kthej pranë familjes tij, pranë vëllezërve dhe motrave të tij, dhe sot në shenjë respekti dhe ndihmë për të ne kemi nxjerrë arkën e kristale aty ke xhamia për ta ndihmuar atë sadopak, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që prandaj thash khitamu miskin, pra vula dhe përfundimi i mirë i muajit Ramazanit le të jetë me vepra të mira pafund. Zoti ju shpërblet gjithë. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.